shohim video sot. Deklarata, fjalime, saktësisht po I bën ato për cilat ai ka folë. Dhe vetëm kur ngritën akuza nga mediat për korrupsion qeveritar, po aplikon të njëjtën gjë që e ka kritiku. Palosje e planeve se çka do të bëj ai kur bëhet kryeminist. Për çdo ditë po të kanë një aferë. Unë kur e pash kanë thirr Besnik Bislimin në prokurorin, nuk e disha për cilin rast. Çka bën me Arsim apo Veriu? E me shëndetësi, po jo po Veriu. E me politikë jashtme, jo po Veriu. Nuk mundesh me thonë ti për shembull në dash me vjedh për me ndërtu shtetin. Përmend 3 projekte pa ka shumë, po 3 përmend. Po shumë kohë. Ta po thonë kemi qeverisë mirë. Qendrimi I lëvizjes vendosit vitit 2006-7, tash po ja përshtatin qendrimit të lëvizjes vendosit sot. Janë problem nuk e marr fort mend se çka ka thonë lëvizja vendosit 2007-2008. Mashtrim atëherë, mashtrim tash. Mashtrim atëherë, mashtrim tash. Veç që Albin Kurti, domethënë se nuk kom pa deri tash. Nuk bëhet që ofron më abosh se kritike zotit Kurti. Pushteti ulet me shumë kujdes e shikon emisionin tonë. Lloji I njerëzit si ky. Përfshi këto. Shqetësimin e vetëm e kanë si po perceptohet kjo në publik. Zoti Kurti jo ka kritikon pak si shumë Albin Kurti. Shumë I pamëshirshëm. Albin Kurti thot fjali të cilat e din që nuk janë vërteta. Jo më sran Albin Kurti. Shkon Xhelali I kërcënon atje drejtorin e policisë. Mas 4 vjetësh në pushtet. Punëtorët e Trepçes kanë probleme rroga. Kur ka ardhur në pushtet, e ka keqsu gjendjen. Një prej problemeve që kam në vit është çaj krah, po do të shtë japi. Me që ke ditë çka është mirë për Kosovën. Pse ke bën më të keqën të mundshme për Kosovën? me vetëvendosjen qeverisje nuk do të ketë më punësim me mbijana. Që atje është emëru drejtor, këtu është ngarë për drejtor. Prap. Po, unë e guxoj mos marti, akuzon jo martën. Pse ki nevojë mos sill si Barab ti ministër? Pse të pëlqen ajo? Mos është me fakt, Barab gabimisht është ministër. Po dhe po mleo pa. Çka do shamie e madhe nuk e mbulon dot korrupsionin qeveritar. A ka shami që e mbulon korrupsionin qeveritar të qeverisë Albin Kurtit? Mirëmbrëma Mamiq. Mirëmbrëma Visar. Mirëmbrëma. Do të shohim video sot. Të kisha lutë me u përmbajt, me qenë I përmbajtëm, sepse ato që do t'i shohim, ko qa vështirë është me qenë njërin e kryet të detyrës, pa kesh. Kemi përzirë disa deklarata, fjalime të Zotit Kurti, kryetarit të vetëvendosjes, të cilat ndër vite kanë tingëllu shumë mirë asa kohë, por që tash saktësisht po I bën ato për cilat ai ka folë. Edhe unë po çuditem çysh saktësisht, domethënë nuk ndryshon kur gjë prej atyne që është deklaruar se është kundër, dhe tash po I bën sa është në pushtet. I don 10 jetë mirë. Dhe vetëm kur ngritën akuza nga mediat për korrupsion qeveritar, ose kur ngritet vala qytetare kundër hajnisë sikur se tani, kryeministri e bën ndonjë gjest patriotik. Sepse ky tani më e konsideron qeverisjen lojë me letra, me çrast patriotizmi është joker në mëngë. Jo pa qëllim, kemi përzgjedh këtë, sepse lidhet me korrupsionin tepër të madh qeveritar. Dhe po ashtu lidhet me ftesën që prokuroria I ka bërë Besnik Bislimit për të dhënë dëshmi në prokurori rreth aferës së fabrikës për përpunimin e mbetjeve shtatëzore. Çështë dak? Po, tash kjo spari është shumë interesant që e përmend edhe ti, domethënë që saktësisht kritika që I ka pas lëvizja vendosi ka shi pushteteve të kaluara, herë të qëndrueshme e herë jo, po I aplikon në qeverisje. Domethënë po aplikon të njëjtën gjë që ka kritiku. Pra, për shembull, kur kemi qenë në opozitë atëherë, ne besonim që kjo është kritik ndaj pushtetit në mënyrë që pushteti I rit mos e bëj të njëjtën gjë. Ndërkohë që për Albin Kurtin pas kanë qenë shpalosje e planeve se çka do të bëj ai kur bëhet kryeministër. Edhe mendoj që veçanërisht këtë video që e dëgjojmë këtu është saktë që kemi pa jo vetëm tash, por që kemi pa gjatë 3-4 vite. Sepse kjo është, si më thonë, e ndarë si qëndrim në dy pjesë. Para është korrupsioni. Tash na po e shohim që
për çdo ditë po të kanë një aferë. Dhe unë për shkakun kur e pash që kanë thirrë Besnik Bislimin në prokurori, nuk e disha për cilin rast. Ma vonë mora vesh që është për ato, prisha për energji, prisha për to. Domethënë janë çat shumë raste, so që ti mos pednas për shkapithirin në prokurori. Po në anën tjetër është edhe kjo karta gjokere në mëngë e patriotizmit. Ai ke pa për shembull sot kur ballafaqohesh me njerëz që përkrahin vetvendosin, so shpejt kalon muhabeti po veç Veriu. Sepse nuk kanë kur gjë çka më thonë. Edhe Veriu tash është bën një fal alibie e keq qeverisë. Domethënë me Veriun po e mbulon saktësisht, domethënë me gjatë gjokerin, më disa herë thu për shembull, po çka bën me Arsim apo Veriu? Po e me shëndetësi, po jo po Veriu, e me politikë jashtme, jo po Veriu. Atash çaj është tamam o bot gjokeri, jo vetëm për korrupsion, për këtë dështimet. Sa herë që kemi diçka, sa herë që kemi një, si me thonë, një mas kritike të opinionit publik, ka shi një afere të qeverisë Kurti, mbyllë ka një qendër sportive atje, ku ta diën. Apo jo? Dhe kjo nuk mundohesh tash kanë ndodhur 4 vjet qeverisë. Me thonë, fakt, Albin Kurti, atëherë kur e pas ka kritiku, nuk e di për cilin kryeministër ka fjalën, duket është Ramush Haradinaj, por nuk jam i sigurt. Po. Ai në fakt, njëkohësisht e pas ka bë planin që ka me bë kjo kur vjen në pushtet. Edhe kjo është për mendimin tim keqpërdorim flagrant i sentimentit edhe emocionit patriotik të qytetarit Kosovës, edhe po ashtu keqpërdorim flagrant i pozitës publike që ka kryeministri Kurti, që ka pasi kryeministër, për me e abuzu me fondet publike, pasurim publike, me interesin publik dhe interesin shtetnor. Pa e mbulon Veriun në fakt këtë që po ndodh, sepse kur ftohet zëvendës kryeministri në prokurori për dhënë dëshmi, ai po ftohet pikërisht për shkak të dëshmisë së Faton Pecit. Sepse zoti Peci zbuloi që Besnik Bislimi ishte njeriu që më interesuari që dhe me ky problem të zgjidhet, por që kjo kompani apo ky konsorcium ta fitoj këtë projekt, dihet në çfarë mënyre tashmë veç kemi folë shumë edhe shkru për këtë rast, por Besnik Bislimin ti po e ki në secilin segment, kudo, dhe këtë implikimin nga lartë poshtë korruptiv në këtë qeveri e ki të përhapur se asnjëherë tjetër. Sakt. Tash në pyetjen për shembull, a mundet me bulu Veriu këto natyrisht jo. Domethënë nuk mundesh ti me gjetë kurfar arsyetimi racional pse për shembull ta zëm quarja e policisë në Veri për arsye të ndjekjes krimit e çka do qoftë që qenë arsye, pse ajo ndërlidhet ose pse është dashur me vjedh për me boqë atë. Nuk mundesh ti, nuk mundesh me thonë ti për shembull nuk dash me vjedh për me ndërtu shtet. Se këto nuk lidhen bashkë. Po tash ky mbulimi politik që po do më apo është i pamundur sepse megjithatë njerëzve ju intereson edhe çka bëhet me qeverisën e vet. Për shembull po të kishte qenë vetëm Veriu, për të cilin nuk kam shumë kritika dorë, se unë nuk mendoj që është bë ajo punë e pa precedent, ai ndryshim kaq radikal që po thonë, pa hajt ta zëm që është bë. Ajo nuk mundesh ti ato me arsyetu për shembull me qeverisën e brendshme. Fakti që kryeministri ose lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti dolën me shumë më pak zgjedhje dhe vota dhe deputet në këto zgjedhje, tregon qartë që në fakt ajo tema e Veriut, edhe nëse ka qenë popularizuar dhe e përkrahur, nuk ja ka mbulu dështimet në aspektin tjetër. Te korrupsioni, te mos investimet, te, stërkeqja sociale dhe ekonomike, gjithë ato që kanë ndodhur. Dhe këtë drejtim, mu po më duket që, nëse ka mbet ndonjë kohë racionale në lëvizjen vetëvendosje, ata e kuptojnë që nuk po mjafton Veriu. Pa diçka ndodh mendoj edhe në këtë situatë. Ti e kupton që s'mjafton Veriu, po ti pashtu e kupton që nuk i kur gjë tjetër. Edhe tash mundohesh me çata me çuditën në ligjërimin politik, se çka kemi thonë tjetër. Po. Çka kisha thonë ti për shembull si përfaqësuesi vetëvendosje sot për 4 vjet qeverisë? Çka keni bëu be? Ata po thonë kemi qeverisë mirë. Po çka? Në kujtohet ajo pyetja që ja shtroi gazetari Hekuran Morati, përmend 3 projekte tha ka shumë, po 3 përmend. Po shumë ka. Se ju kujtoj ka asgjë, domethënë kur jeni që si gjendje që nuk ka pak të pëndrim, në këtë kuptimin e sikletit, për shembull PTG tash tazëm çka ka ndodhur kohëve të fundit që po e shoh, se ka pak më shumë paraqitë televizit, në përfaqësues televizit ndodhi. Mbase për shkak të përvjetorit që kanë këtë me dumaj qershor, si po mundohen tash edhe me rishkru historinë. Tash po thonë fakt që atëherë qëndrimi ka pas pak më ndrysh. Qëndrimi në lëvizje vendosit vitit 2006 dhe 2007
tash po ja përshtatin qendrimit të lëvizjeve vendosje sot, që është komplet i kundërt, për shembull, ka shit dialogut, negociatave, asociacionet e të gjitha atyre që i kena kritikuar dhe kundërshtuar atëherë. Pra në këtë drejtim dhe më duk shumë interesante për shembull, thoshin, mundeshin me shpjegu në televizionin publik, dy përfaqësuesve të vendosjes, që vetëvendosja me angazhimin e vet politik ka arrit me nal shumë marrëveshje dhe pastaj i listuan të gjitha marrëveshjet që në fakt s'kena arrit me nal. Domethënë, do të mundeshim të gjetë një që ka nal. Bani shumë përshtypje se zoti Kurti, qeveria në detyrë e themeloj një bardh për Mitrovicën e komunën veriore dhe jugore. Dhe militantët e po interpretuan si kur bashkim i Mitrovicës. Që në fakt, ajo është një detyrë që rjedh nga pakoja e Ahtisarit dhe që Albin Kurti ja bëri një tik në zbatimin e planit e Ahtisarit. Pra, një detyrim që e kemi pas, këta po interpretojnë sikur bashkim i Mitrovicës. Si ka mundësi që këta njerëz kaq verbërisht me rajt kështu, dhe kaq verbërisht dikush me ju besu këtyne. Si ka mundësi kjo? Që tash njerëzit edhe harrojnë, domethënë po flas për opinionin publik, për shkak opinioni publik nuk e marr fort mend se që ka thonë lëvizjet vendosje 2007-2008. Mirë, po ish dashme me majt mend në përgjithësi. Në përgjithësi lëvizjet vendosje ka qenë kundër planit Ahtisarit. E jo kundër pjesëve të tij, ka qenë kundër planit Ahtisarit. Unë aty kam qenë, gabim ka qenë. Unë tash e konsideroj si qendrim të gabuar absolutisht. Po nuk më thonë që kemi qenë ndryshe. Kemi qenë çdo që kemi qenë, që na keni pa. E dyta, lëvizjet vendosje nuk është e vërtetë që për shembull fjala pavarësi e kushtuar atëherë është fut në planin e Ahtisarit si rezultat i protestave të lëvizjes vendosje. Në prej fillimit procesit krejt aktorët e kanë ditë që në fund rezultati do të jetë pavarësi e kushtuar. Pranon Serbia ajo, pranon Rusia ajo, kjo ka qenë e diskutueshme. Në planin e Ahtisarit, me krejt rregullimet e veta e ka rregullu Kosovën e pavarur, e cila do të jetë e mbikëqyrur fillimisht derisa të plotësohen të gjitha kriteret e zbatimit planit Ahtisarit. Domethënë që kjo ka qenë, nuk ka pas aty protestat e lëvizjes vendosje nuk e kanë pas të ndikim, sepse kjo ide dhe ky vendim, me thonë kështu, ka qenë shumë më i hershëm se themelimi i lëvizjes vendosje. Për sa i përket bordit për Mitrovicën, unë kujtohet shumë mirë atëherë që thash. Thoshim po e ndajmë qytetin, e po na e krijojnë një farë bordi sa më e kriju përshtypjen kishte spondohet. Domethënë në atëherë që të bordin që sot thojnë bashkim, e kemi kuptuar sakt si mashtrim. E tash që ky mashtrimi i atëhershëm po bëhet element i bashkimit të sotshëm. Kur gjë s'ka ndryshuar në terren, kur gjë s'ka ndryshuar në mashtrim atëherë, mashtrim tash. Mashtrim atëherë, mashtrim tash. Domethënë veç në ekstremet kundërta. Për shembull, atëherë ja ke ul komplet rëndësinë bordit, sot po janë ngrit rëndësinë e diçka që nuk është. Siç e tha, aty është shumë mirë rregulluar me ligjet e planit Ahtisarit, cila është detyra atij bordi. Po problemi është kështu që, domethënë, tash kur kjo propaganda kalon në çet fazë. Nëse propaganda ka shumë lloje propagandës, për shembull ti në situatë të caktuar politike dhe ose vendim e veprim politik, ti e merr edhe e lulon pak që thot populli me propagandë, e bën pak më mirë më do. Dhe kjo është propagandë e cila lehtë mundet më ushit. Po kur ti mundohesh përmes propagandës me kriju një përshtypje për diçka që s'ka ndodhur hiç, kjo është pastaj që po thotë çush mundi me fol kështu. Atë çush se tani ka ranave. Ka nivele të ranave, çush mundesh me ardhën çet nivel të ranës. Bëdo 11. Cila është ajo qeveri në Evropë apo edhe më gjërë që në propozimin e saj për kryetar kuvendi njëherë ka 27 vota për 2020 e mandet bie në 44 por prapë se prapë insiston që të bëjë pushtet. Nuk ka kështu qeveri as. Është veç e Albin Kurtit. Nuk ka kërkon, është veç e Albin Kurtit. Domethënë se nuk kam pa deri tash diçka të tillë në Evropë, pas në Kosovë nuk ka ndodhur në fakt. Ndodh vetëm tash. Nuk bëhet që ofermë ja bëj se kritike zotit Kurti. Pse? Nga Albin Kurti. Se palarizu se ke gju. Që ta mërmenja kurinin këto? E zomë, se po tregojnë se pushteti ulet me shumë kujdes e shikon emisionin tonë. Dhe i kanë ato
kritikat e i kanë, mos pajtimet e i kanë, si me thënë të gjitha. Besoj që ka me pa dhe zoti Kurti, kur e shë vetën kështu, qështë të mërmeni aty, qa thëte? A kesh pak kështu me vetën, apo kesh? Albin Kurti përgjithsisht qasin e ka instrumentaliste, ka shi temave politike dhe njerëzve në politikë. Po mendoj, me vete çka kish mujtë me? Unë mendoj që në dimenzionin e tij, në luftën dhe vullnetin e tij për pushtet, që ka shumë të madhe dhe kemi patë, më thonë. Ky është i gatshëm për përdorur gjithçka për pushtet, apo jo? Prej ideve deri te çka do që është e përdorshme për pushtet, ky është i gatshëm për këto. Ky shqetësimin e vetëm, lloji i njerëzit si ky, përfshi këto, shqetësimin e vetëm e kanë si po perceptohet kjo në publik. Nuk kanë mendoj unë ndonjë kështu brejtje të ndërgjegjes, për shembull, për këtë diskrepancë flagrante në mes të asaj që e ka qujtë përpara të vërtet dhe asaj që sot e qunë të vërtet. Vetëm apo shitët dhe si po shitët. Problemin që unë mendoj që e ka tash me këtë deklaratë është që qëto është vështirë me i shit. Për shembull, tash po dalin, në fakt, edhe reagimeve televizionit vendose të vrejnë që këta kanë kuptuar që përgjegjësia kryesore, absolute, për blokimin, megjithatë po i veshet vendosës nga qytetarët. Që s'ka ndryshe qysh. Ky është interpretimi i saktë. Po pra, edhe kur e kam pa që propaganda më nuk po kryjm punë. Unë mendoj që ky është shqetësimi kryesor i Albin Kurtit sot. Veçanërisht kur lidhet me deklaratat të cilat i referohen situatave identike. Pra që kjo 47. Që kjo fjalim, që qëto fjallë, heqet i figurën Albin Kurtit, qëto fjallë sot mund është me thonë lirisht në kuvendin e Republikës së Kosovës. Nga cili do prej opozitorëve dhe dalin 100% të vërteta. E tash në që drejtim, që ata po thonë, në edhin, zoti Kurti jo ka kritikon pak si shumë Albin Kurtin. Shumë i pamëshirshëm. Pamëshirshëm, edhe të më thonë, tha s'ka kërkon në Evropë, që i bjen, na jemi mas kesti në Evropë, si pasot Albin Kurtit. Mas 4 vjetë qeverisit e Albin Kurtit dhe blokadës sovën 3 mujore nga Albin Kurtit, sot na jemi mas kesti në Evropë. Ai po thot? Ai po thot, po. Veç për interpretata. Dhe në këtë drejtim, e sheti që e ka një deklarim dikon në një emision, mos gabofsha para 4-5 vite ose 5-6 vite, kur ballafaqohet me qëta ndryshimin e qëndrimeve, ku ai thotë që unë fjalit e mia që i thëm, nuk i mendoj t'jenë e vërteta absolute. Dhe me thonë, paka shumë, unë kemi thonë që ka gjëra që i kom thonë, e që nuk janë mo që ashtu, që ndryshojnë. Që kjo për mua është shumë interesant me e trajtu, sepse kjo i bjen në fakt që Albin Kurti thot fjali të cilat e din që nuk janë të vërteta. Por e thot fjali të cilat i përshtatën situatës, jo besimeve politike, qëndrimeve politike, koherencës e kështu me radhë, bindjeve. Te kur thuj tu fjali që si pas bindjes tonë. A i thot që a i përshtatën situatës. E po tash, na nuk mundam me thonë që hajde në mënyrë selektive, pra të këqyrim cilat fjali janë që i qëndrojnë kohës, cilat nuk i qëndrojnë kohës. Pa nësë qytetarë Republikës thonë, aha, do më thonë ti për nga thonë, neve që mësë më të marë seriozisht, apo, që ti përrajshë me i fjallë, ke i bjenë përrajshë. Jo, më sërana, Albin Kurti. Po, a i vetë ka thonë. A i bjenë që kjo interpretim, a i kuptën të që unë që ashtu be kuptej. Mos më ngoni fjalit e mija, mos këshoni mas 2 vjetë, që kom thonë para 2 vjetë, se ato s'dalin vërtet. I bjenë që unë jam i vedishëm që raj. Kjo situatë në cilën... Njetën e kom mirë, dhe po me raj. Kjo situatë në cilën jemi kurthu, ne jemi të kurthum, nuk levizmo kur gjë. Gjithë shka është e blokuar. Gjithë shka është kuvendi ma po shijet, s'ka perspektivë. Prapun e kthehem të këto parti tjera politike. A nuk janë të e pa ata që Albin Kurti saktësisht këtë e ka dashtë. Pra, ki kuvend, jo funksional, ki qeveri uzurpatore, se ai nuk i lejohet, dhe ka nisë këtë logjikën e ti të diktatit me instalu gjithandej. Pra, me logjikën e diktatit, me instalu edhe frikë. Frikë në institucione, frikë në polici, frikë shkon Gjelali i kërcënon atje drejtorin e policisë, pse s'keni njoftu që është arrestu në dosti tyne. Do me thonë, kjo u shfaq shumë në Skënderaj. Në Skënderaj ke ajo për cilën unë e ti dhe pak tjerë
kemi folë që sa kohë. Për rrezikun që i vjen demokracisë dhe lirisë e njerëzve në këtë vend. Janë suspendu policët, pse nuk kanë arrit me parandalu sulmin me vezë ndaj eskortës së kryeministit. Zoti Kurti momentalisht Ndaj makina, ndaj makina. Nga ditë njerën që ka ndodhur para. Makina e zotit Kurti, Toyota, është e blinduar. Njerëz duhet me ditë këtë. Pra është e blinduar. Ajo i reziston edhe mjeteve shpërthyse e tjera. Vezë, po do me bëhë të ndalume përdorimin e vezës si protest që është e lejuar gjithandaj botës, e që në fakt vetëvendosje e ka apliku mas shumëti. Duke i godit njerëzit edhe në fytyre, duke gjitha këto. Me dy rrugë, në konvent. Në konvent kena gjujtë vezë mrena në salë. E kena gjujtë Isa Mustafën, kryeministër, me vezë mrena në salë konventit. Albëllina Haxhiu, Klau Konjufca, e kanë gjujtë. Asë nuk jenë suspendu policë që se kanë parandalu as kur gjejsh. Po, atë qysh, për shemb, qysh o dash me parandalu policia qëto? Me shte ku kanë suspendu policë. Qëka o dash me bojë që e polici? O dash krejt njerëzit që jënë konë në rrugë qatë ditë. Me jekë për rrugës, me arrestu, qëka o dash me bo? Shtetë rrethim, në Skenderaj se po vjen kryeministri, qëka o dash me bo? A pëtën, dhe më thonë ti kur thu, pse se ke parandalu, dush pak edhe me spjegu qysh ka mujtë më bo. E tash, a ka mujtë më bo që shtu? Po, a i shkon që kja veprimi duhur i policisë. Ti jetu e cë rrugës dhe thonë, heqë piktu e që ka 1 kilometër ma nej, se ka me kalu që këne kryeministri me kjerë. Janë do situata si kur vite 80, sarë ka arë Tito në Kosovë, janë arrestu disa njerëz. Deri sa ka shku Tito, ata kanë qenë brenda. Sakt. Tash nuk muna me apliku që se kontroli policorëve në shtetë. Pse po të gjujnë do tri me voa, kush ka qenë ata se spedia e kontria me somosh. S'ka rëndësi. Po që ka lidhe ata kanë gjujtë kjerën me voa. është protest. Po pse për shembull Albin Kurti është kundër protestave? Sa Mustafës i kanë vendosur në rrugë, i kanë pajisje që shpërthejnë gomat e kerrit. Domethënë, edhe në një shpejtësi të caktuar mund edhe të përmbyset komplet vetura. Tash veza ajo nuk është ajo që thati tash është formë proteste, që tash ti mund me thonë, ja, po aty mbasi është pak brutale kështu me radhë. Ti mundesh me thonë. Unë nuk muj me thonë, Albin Kurti nuk mundet me thonë, Klau Konjufca dhe Albëllina Haxhiu nuk muj me thonë. Atë pse se na e kena përdorur, ti se ke përdorur kur. Ti mund me thonë që akon kesh atëherë është kesh tash. E ki këtë drejt. Unë se kam këtë drejt. Atë Albin Kurti është më pak. Domethënë dhe këtë drejtim njerëzit kur kanë arsye për protest, protestojnë. Tash kushdo që është në pushtet thot atë për shembull e kisha kuptuar si pozitë, më thonë që nuk ka arsye për protest. Jo me thonë ti s'bën me protestu. E ashtë më tepër me i suspendu policët, pse nuk e kanë parandalu këtë staf. këtë sulm me vezë. Po, sepse kjo është tek e fundit kjo është edhe kjo një farë tendencë jashtëzakonisht e rrezikshme për kontroll politik mbi policinë. Po, këtë po them unë. Se kjo është kontroll politik mbi policinë. Këto është Plani operacional është i policisë, apo policia për secilën situatë bën plan operacional të mbajtjes së sigurisë. Çështoj e kanë vlerësuar policia, çështu s'ka ndodhur kur gjë, 3 vezë janë thyer në kerr dhe ka vazhdu. Në rregull jemi. Tash ky po i thot, na është përmes Xhelal Sfeqës apo ta dijon, që ti dush me kontrollu policinë politikisht. Po është që nisë me kontrollu policia politikisht nuk ka gjë më të rrezikshme për demokracinë. Se ti e thu leti planin operacional që unë të kallëzoj çka më bëu. Kush Xhelal Sfeqja ose kush do tjetër, atë. Në këtë drejtim që kjo është domethënë sakt që ajo nuk është që se ka herë kur njerëzit për shoqësh po reagojnë, po thonë po megjithatë demokracia ekziston në Kosovë. Është e vërtetë, domethënë Albin Kurti nuk ka rrimë çmentu demokracinë. Po është i dhënë goditje trona. E kjo është njëra prej tyre. Që kjo sjellje ty tregon cila tendenca e tij nga pozicioni i pushtetit. Tendenca e tij është me bë Kosovën vend jo demokratik. Tash ai vjen 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, a mrin në herë sukses shumë tonë, nuk e di. Se megjithatë institucionet edhe populli i Kosovës kanë treguar një farë reziliencë ka shishmëntimi i demokracisë. Shahuna do të më konë këgja krenar, si shtet që kemi halo institucione kryesisht në gjyqësor, të cilë nuk bim prej e kësaj. Po kemi rast edhe në polici, kur për shkak nuk ka pas reagim ndaj urdhrave politike, dhe kanë thonë jo. E kemi rast në përpjat institucione tjera. Të këshyre për shkak që është po shpalosën aferat e korrupsionit. Ato dalin prej administratës e cila e do.
vendin e vetë. Dhe thotë, ka davesh pak që to s'bëm i leju. Kemi media fiksionale, do më thonë, ka një rezicienë shoqërore. Kjo është shumë mirë. Mirë, po kjo nuk e ullë tendencën e Albin Kurtit për me e bo Kosovën një vend komplet të kontrolluar nga ai, në mënyrë komplet jo demokratike. Me do 4? Jemi të bindur që lëvizja vetëvendosje e ka jo vetëm konceptin e drejtë, por edhe alternativën e duhur se si Kosova të dalë nga kriza e thellë socio-ekonomike nëpërmjet industrializimit të vendit dhe nëpërmjet lidhjes bujqësisë, energjisë dhe minierave me industri, në mënyrë që përfundimisht edhe të krijojnë vende të reja të punës, edhe të zvoglojnë importet, edhe të rrisin eksportet. Mas 4 vjetësh në pushtet, punëtorët e Trepçes kanë problem me rroga. Pra, rrogat mi bo me ato miniera, që ky fliste qysh kom e lutzu Kosova. Se ajo tregimi i mosqëm që thëshin shqiptarët kanë mujt me hangër me luk dukatit, po krejt Beogradi po na e merr pasunim. Dhe të njëjtën kohë energjia. 4 vjet pushtet të Albin Kurtit, gjendja me energji është me keqe ndonjëherë. Pra, si ka mundësi kë njeri, pra po them, me fol, pse këtu i ka identifiku disa probleme, që kanë qenë reale, po tash kur ka arë në pushtet, e ka ketësu gjendjen. E ka ketësu. Dhe tash mi thonë dikujt që ndërmarrja e Trepça funksionon në 2, pjesën e veriut menaxhohet nga serbët, pjesën e jugut nga qeveria. Ata i kanë milionat llogari. Trepça duhet me nda qeveria pare për me majt atë minierë. Edhe do me thonë është... Dhe logjika e këtij, ti je një as i mirë i ekonomistë, ndonse nuk je ekonomist, se këtë njerëzit ti të identifikojnë si ekonomist, edhe logjika është shumë komuniste t'inglan kështu, atin se çka kemi me bana me miniera, me trepç, me industri, përgjithja fjalëve industri, ndërkohë industrinë që e kemi sot, rrezikon me u mbyll dhe rrezikojnë bizneset me çmontu industrinë në Kosovë, me i qunë në një vend tjetër për t'investu. Qërë tash ajo është, se kur e këshush është qitë video, aty që është një prej problemeve që e kom qitë video, është që qaj krapëm nuk të shtë jemi. Po, tash, qërë, kjo ka qenë, është e vërtetë. Si ko normale. Pjesë më të madhe. Kjo ka qenë programi të vizit dhe ndosin. Atëherë që shtë e kena pas programin që unë mendoj që ka qenë shumë demode, po jo domosdoshmërisht si strukturë, po më shumë, që po thuti do më thonë, dhe i farë investimi shumë në një perceptim për mbi ekonominë që nuk ka qenë as atëherë kohë se që më sëtë. Se për shkak na kemi dinamika jashtëzakonisht të shpejta të ndryshimit, të transformimit ekonomik global. Në cilën Kosova nuk mund me qenë oazë, dhe në ato neve kam ma përfshit tashtë në po jo. Inteligencë artificiale nuk ka qenë atëherë. Edhe vendet shumë mëdha janë ka bojnë plane shumë, dhe më thonë që për shembull vetë koncepti i punës, çka quajnë punë, sot është ka transformohet rëndësisht. Domethënë çka është punëtori, sot është ka transformohet rëndësisht. S'është më punëtori që shumë më përpara që shkon në fabrikë me tesha këto. E ka sindikatën që protestë në rrugë. Po hajde ta zëm që Albin Kurti ka pas mirë atë, ose vetë vendosja për fshim mu. Hajde ta zëm që Albin Kurti për shembull pas ka ditë, se jo Chelsea i ekonomisë. Po Albin Kurti çdo po na thotë ç'është zhvillohet ekonomia. Kur ka në pushtet, që tha atje ka bot të kundërtën. Pra nuk e ka lidh Trepçën, energjinë edhe industrinë që me e bon një farë baze prodhuese në Kosovë, po në fakt Trepçën e ka varfëru. Punëtorët e Trepçës ma shumë i manë ngrevë se sa që i manë në punë minatorët, energjinë e ka shtrejtu, edhe prodhuesve që asoj industrije që kemi, jo ka shtrejtu energjinë sa që ata po thënë atë që ka për mbyllin krejt. Pra e ka bot të kundërtën. Kjo nuk është tash pyetja që do të më ushtruaj Albin Kurtit, sot është, me që ke ditë çka është mirë për Kosovën, pse ke bo matë kesën të mundshme për Kosovën? Që kjo, a është e qëllimshme? Se tjetër gjë kur s'din. E merr një gjë dhe nuk din ç'është më zhvillu. Po ti po më thuaj që e ke ditë. Ti pas ke ditë saktë çka do të më bëj për të mirën e Kosovës.
Pse e bën të kundërtën? Për me varfru Kosovën, për me shkatërru qatë bazë industriale dhe zhvillimore që e ka pasë ja ka nisë me ndërtu Kosovë. Cilat janë kusht, do të me dalë një vërtet për qësaj, nuk mundët të qito dyja, për shambull, politikat e qeverisë Kurti, edhe qëndrimet e Albin Kurtit në pozitë, me i bo bashkë me thonë që në regull është atëherë u konë i ri. Nuk, se lëvizjat vendose, që të me kuptu njës, lëvizjat vendose ka fitu edhe për shkak të qëtyre parasitje. Lëvizjat vendose ka fitu edhe për shkak të premtime që ka me ullë çmimin e bukës, që ka me ullë çmimin e rrimës. Lëvizja vendose ka fitu edhe për shkak që ju ka premtu punëtorëve trepqe që keni me pas punë më mirë, edhe për shkak që i ka premtu kekut, edhe për shkak që i ka premtu postët, edhe për shkak që ju ka premtu mësuesve. Për shkak të qytetëve ka ardhur lëvizjave vendose në pushtet. Domethënë ti nuk mundesh me thonë keq ka kemi thonë atëherë fshije, se tash jemi në pushtet, tash veprojmë ndryshe. Jo se ti ke në pushtet me çat përgjithësi. Të tash, a duhet na me etablu në Kosovë një situatë politike në të cilën kryeministri, cili do qoftë në këtë radhë Albin Kurti, duhet me dhonë medalje dhe me dhonë përgjithësi. Me thonë çdo gjëra i kom bo, çdo gjëra si kom bo, çdo s'kom mujt me bo, çdo që i kom thonë kanë qenë gabe. Te dim që tash flet, kur nuk flet për këtë. Pra, nuk jap llogari. Po se ky jo na ka thonë, mos u ngani mua çfarë thonë. Se fjalit e mia nuk i qëndrojnë kohës. Mos i merrni seriozisht. E mirë, është që kjo, qëndrimi i lëvizjes vendos shumë mirë. Keq ka thot Albin Kurti, episodit e tutje, mos ja merrni seriozisht, çfarë po kërkoj. Po. Se qarta se ky pyet kallzon që nuk flas seriozisht. Okej, po mirë, pra mos e merr seriozisht. Ka që thjesht. Bido pas? Me vetëvendosjen qeverisje nuk do të ketë më punësim me mbjema, por do të ketë punësim sipas profesionalizmit, përkushtimit, patriotizmit dhe devotshmërisë për vendin e punës. Do të ta respektoni në përpikshmëri meritokracinë dhe vlerën. S'ka punësim të lakëve më nuk vendosur. Lëmtimi Dugaxhinit e nxorri krejtësisht se paktën sektori i energjisë dhe kosti komplet udhëheqet për hilakeve. Që vëqum kë. Është shumë interesant Visar, që lidhet prapë me këtë deklaratën e zotit Kurti. Me datë 16/4/2025, qeveria ka marrë vendim për drejtor të bordit të ndërmarrjes publike kompania Jugori Prizreni, domethënë për ujësjellës, Ylber Elshani kryesues, Age Muçaj antar, Selvete Gjikolli Hyseni antare, Sulejman Gashi antar. Për këta e në bordi që e ka emru qeveria Kurti. Një muj ma vonë, me 20 maj, qeveria e ka publiku listën e ngushtë të kandidatëve për drejtor dhe antar të bordit të kësaj ndërmarrje, dhe janë emrat e njëjtë. Emrat e njëjtë është që i ka listu listë për me iftu, me intervistu. A një muj ma eret i ka emëru. I ka qumë pun njerëzit. Shko mundësi, ta emrat që ata që i lexova, që ta shkëtu ku janë, se ka bo listën pak ma gjatë, natyrisht, Vildone Maloku, Erdin Kuli, Islam Orina, Mimoza Vila, Bahri Gjaferi, Agim Muçaj, Ilir Kadolli. Pra, këtu e kemi një njeriu që atje është emëru drejtor, këtu është ngarë për drejtor. Pra, ata kish marrë menja që mundesh me pa në vendime qeveritare diçka të tillë në herë. Se këta sa ata tjerë nuk e kanë bërë. Në çet mënyrë jo. Kjo është të qysh edhe pak edhe si amatorizëm, përveç tjerash. Është pak edhe amatore, dhe me thonë të edhe qëre. Korupcioni, edhe kur bëhet korupcioni, edhe ka që thojnë e farmarifeti, edhe bëhet pak me rregulla, pak kjo kështu kaq brutalisht. Kjo është brutale. Kjo është brutale, kjo është një varadin, këto i gërzej ka pak kështu. Dhe me thonë të e kini pushtet i cili thotë, qëre, une nuk qaj kokën fare. Qa thonë që ka thonë jo? Po, ne i bëj që të shkelja, qa pëta. Po qëre këto nuk është ka thotë vetë në mënyrë implicite, këto e ka thonë zoti Kurti, prokurori që ka thonë në mënyrë eksplicite. Une guzoj mos më artiva, akuzën një martën. Kjo nuk është mo diskutim për brenda rendit institucional të Kosovës.
Se në rendin institucional ti dihet që është diskutohet, apo? Që është komunikohet. Prokuroria tret të shkon se je i obliguar më shku te, kurti, kushdo këtë Kosovë. Po kjo është tash në rendin e, në regjistrin e fjalëve të mangupllokut. A guxon, as guxon. Unë i bik atë, a guxon ti me i ra kamën. Kështu nuk flasin njerëz zyrtarisht. Kështu flasin bandat në rrugë, apo? E tash, që kjo qasje prej barabe në institucione. Për mu kjo është e të mërshme. Mas pari që po ndodh, e dyta që reagimin ndaj saj nuk po është për menimin tim i duri, e treta pastaj që ti e kini njerin në pushtet, ti cilë ti pëlqen më duk si barabe. Me tinglu si barabe. Si trim, i fort i lagjës. Zoti Svesla që shkëshyra të Alanit Kosin. Ka, ku e thët Pse ki nevoj mu silë si barabe ti e minister? Pse të pëlqen ajo, që ta se kuptaj. Mos është me fakt, Barab gabimisht është minister. Po dhe po mljohë pak. Nuk mundet se ka sjelljen të tillë. Reagimi i zotit Svesla ishte i sinqert. Po, është instinktiv është. Është instinktiv, është vetvetja aty. Kur kthehet, ai është. Domethënë, tash viç llogaritë këtë mangopllakun që po e thon ti, edhe përshkrimi si Barab, dhe tash fuqinë që e ka si ministri i punëve të brendshme dhe me gjithë ata polic që i ka përreth edhe të gatshëm, se edhe policia ka militanta, të gatshëm është shpërndo dajak sa herë që i thot ta zoma i Baraba që po e thon ti. Vërtet. Nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera shtetare në jetën publike të shtetarëve, duhet të jenë të lirë. Po, mos harroni që qeveria e ka shumë për qef këtë temë e shamis, sepse ajo dëshon të abole korrupsionin me shami. Po, nuk, çfarë do shamie e madhe nuk e mbulon dot korrupsionin qeveritar. A ka shami që e mbulon korrupsionin qeveritar të qeverisë Albin Kurtit? Do të kishte Kjo pas. tema e shamis një me është e ndjeshme, është gjithmonë ka grupe të interesit, ka njerëz që kërkojnë shamia me u leju në shkolla, dhe në anën tjetër e kemi shtetin që thirret në bazë të rendit kushtetues që nuk e lejon një gjë të tillë. Por zoti Kurti e patpremtuar që do ta lejoj. Dhe është ministra Nagavci ajo që para disa muajve refuzoi edhe një herë ndryshimin e udhëzimit administrativ për lejimin e shamis në shkolla. Debati është shumë i gjatë, duhet lejohet, nuk duhet lejohet. Dikush e interpreton në kuadër të drejtave të njerëzit, dikush thotë në bazë të rregullimit juridik edhe kushtetues. Ne kemi zgjedhur me pas këtë model shteti, i cili nuk e lejon diçka të tillë. Dhe zoti Kurti e pam kur e interpreton temën e shamis si përdorim për mbulimin e korrupsionit. Dhe si e përshkruajti ai, nuk ka shami që mbulon korrupsionin e kësaj qeverie. Nuk ka shami as që mbulon këtë korrupsion e kësaj qeverie. Po ti e përmendë shumë mirë që unë me sa e kam përcjell, domethënë është edhe një prej arsyeve pse ky grupi i deputetëve që kanë më shumë kështu bindje konservatore religjioze, që kanë qenë pjesë e vendosjes, një prej arsyeve, nuk është e vetmja, mbas as kryesore, por një arsye fort pse kanë dalë është për shkak të refuzimit të qeverisë Kurti për me ndryshuar udhëzimin administrativ ose me anulu, në mënyrë që me leju pastaj partjen e simboleve fetare në shkollën e rast shamis. Dhe pikërisht ata kanë thonë që në fakt na ka rajt. Domethënë na ka rajt kuptimin që ka premtuar që do ta heq, ka premtuar që është qendrimi i lëvizjes vendosje që do ta heq dhe pastaj nuk ka heq. S'po du më fut debatin sot. Mirë, këtë është debati i gjatë që të përmendë edhe ti. Mirë, po këtu problemi prapë është domethënë i ngjashëm ato që përmendëm më herët. Nëse ti kur je në opozitë, për çfarë do arsye? Nëse ti mbron në qendrim tonë, duke e përdor faktin që ajo është e drejtë e njerit. Për shembull, që ka thonë vetë vendosja edhe kur kemi qenë bashkëqyrjen, për sa kohë që është e moshës madhore dhe nuk është e detyruar nga askush, ka të drejtë secili me këndu shamin kokë. Me çashtu beson. Por kjo është e drejtë elementare e njerit, ka thonë lëvizja vetë vendosja. Dhe tash kur vjen pushtet, ti e cënon që atë drejtë elementare të njerit. Domethënë çka po duam me vëm pa në këtë emision dhe jo vetëm këtë, është që fjalët duhet me i kuptuar në seriozitetin e vet.
sepse nuk mundë na mu sill kas lehtësisht me fjalë shumë serioze, si që janë për shembull të drejtat e njerit, edhe me thonë herë respektojmë, herë si respektojmë. S'mund të shtet ashtu. Tash ti e ki një njeri, dhe një organizatë politike, një parti politike, Që ka marrë vota me këtë premtim dhe që e ka mbrojtë si të drejt elementare të njerit. Që i bie ky është i vetishëm që në pushtet po i shkel të drejtat elementare të njerit. Ai bën çdo, s'po për këtë gjë. Po. Sepse ashtu ka deklaruar. Po pra. Unë keqa po them me fjalët e tina. Kur që temën s'pishtoj. Po prandaj po i dëgjojmë këtu. Dhe është shumë e rëndësishme me kuptu edhe një herë që kjo nuk është vetëm ndryshimi i qëndrimit. Kjo është shpërfshirje komplet e rëndësisë të drejtave të njerit. Kur ti thu po, e jam i vetishëm që pishke drejtat e njerit, po çka ka rëndësi? Nuk mund ashtu me thonë. Për shembull ti edhen, se e ke trajtuar këtë gjëra shumë më gjatë, në secilin kushtetut të vendeve demokratike, nëse nuk ketë botë, se nuk e di çka ka këtë botë. Është një prej kapitujve që nuk preket kur as me referendum, as pavarësisht çfarë mandamenti që shku. Ai është kapitulli që mbron drejtat e njerit. Drejtat e njerit në vende demokratike në çajta, ato nuk mundesh me i cenu edhe me shumicë votash. Nuk mundesh. S'mundesh me i cenu, ato janë të pacenueshme. Po. E tash ti e keni pushtet i cili ta cenon. Do thotë top ta thotë po ta cenoj. Kupton? Ato e del thotë Kosova vendi më demokratik, qysh. Bido, non. Edhe fundit për sot, se shumë. Qindra video të tillë. Çështjen e financimit të televizionit publik të zyrë në qeveri. Ne, televizionit publik, kur do t'jemi në qeveri, do t'ja shtojmë kontrollin financiar e do t'ja heqim kontrollin politik. Çështjen e financimit ta rregulloni apo jo? Padyshim. Si do ta rregulloni? A keni koncept? Po është prej mjeteve buxhetore, më parë se sa prej reklamave. Sepse ne konsiderojmë që televizioni publik nuk duhet të jetë. Do ta merrni një model tjetër të parapagimit apo do të japni parë buxhetit, kështu si është deri tash duke vepruar? Një është metoda përmes buxhetit, tjetra është përmes parapagimit dhe besojmë që të dyja këto duhet të bëhen, por tendenca duhet të jetë tjetër, që të hyrat e televizionit të Kosovës nga reklamimi të zvogëlohen e të rriten ato nga publiku, sepse duhet të jetë në shërbim publiku. Mirë po duhet të rritet cilësia e programeve kulturore, arsimore, edukative. Që për punësisht na profesionist, a di më mirë se jo mirë po them për çështjen e parapagimit. Besoj që gjithë pajtohen që mund të rritet cilësia. Më tranojnë me së të idejnë emisione edukative arsimore. Në thonë, se sot rinia të rritë me unal me këqyre të kënë që ka po transmiton për mu eduku. A ke po që e kanë bërë të kësë? E ka je kontrolli politik për mes rilindit. Nuk ka institucion ma të degradum së RTK-ja. Nuk ka. Aty është merë i Zotit. Më thonë, rilindi është një militant i vetë vendosës tash është drejtor. A i vendosë aty qka. A ka pas najherë, atë kujtohet ty se mund të kujtohet, a ka pas najherë një histori në RTK, sepse unë pajtona që në RTK kur nuk ka qenë puna bashkë për mashallah. Jo. Po a ka pas najherë drejt për së drejt i militant antar të partisë vendosën krye? Sa e di unë e jo, nuk ka pas. Jo, ti me emra. Me emra, janë profesionist njerëz. Po, Bordë, drejtora. Ka pas anin politikë, s'po e përjashtë. Sigurisht, që ka pas. Po vinë nga profesioni, nuk vinë nga partia. Po, këtu shkon nga partia. E dyta, atë kujtohet ty që ka pas drejtor televizionit, ose të përgjithshëm të RTK-s, njëri ma jo profesional nga gazetari, se që kjo, rejlindi. Unë s'majnë mend që të ketë prodhu diçka. Ta me thonë, ma jo profesional, nuk po thonë etikisht ma i mirë, ma i keqë, se s'pëhia nej. A është buri keqë, a djali keqë, a vajzë keqë, s'pëhia nej keqë. Profesionalisht. Unë e sa e di, RTK njëri ma të dopë s'ka pas kur. Nuk ka pas. Kur. A ka pas në herë RTK-ja, është përdor nga qoftë menaxhmenti dhe ose partia politike, si instrument për me luftu media tjera. Jo. A kish bo një gazetar profesionist një gjatë tillë në herëve? Me luftu kolegët. Me luftu kolegët, pavarësisht çfarë mendon për kolegët. S'ka lidhje. Pas turi farë mendime për to çka ka rëndësi. Po me dal pi mediumit ton publik. Propaganda. Media tjera. Me lajme të rreme. Kjo s'ka ndodhur kur. Në lajme se, si thot vetë, Rilin Gërvalla, na i ka sjell agentët e AKI-s. Pra po flasin për një shtet, sistem, ku janë edhe sigurimsat përfshim
është edhe propaganda, është edhe ndërhyrja politike dhe këtu del ky qervishi i turpshëm pastaj dhe ke një televizion si RTK-ja që është turpi i Zotit. Nuk e këshyri shumë rrallë, po një ditë në shpe lajmet qendrore të RTK-s në 7:30, në fillim doli reagimi i Donika Gërvallës kundër bastisjes në Ministrinë e Pecit, kundër intervistimit ti, pastaj doli historia që është bastisë dhe është intervistu Faton Peci. Pra këshyre çfarë çorëditje totale i ka mba edhe lajme, rënditjes e lajmeve. Janë ndëshku gazetarë aty, pse një lajm nuk e kanë rëndit që duhet si mas tyne për kryeministrin Kurtin. Pra, ato vendimi ja u ka rëzu inspektorati punës. I rëzën edhe gjykata. Po tendencën këta e kanë të përditshme. Është e njëjta si me polici folmarët. Suspendohet njëri pse nuk e ka kry punën që është po mendon politika që të me kry punë njëri profesionist. Që është profesionist. Sakt. Që kjo është domethënë kur politika e ndërhyn profesionist. E dyta është pastaj që për shembull që natyrisht kur secila parti që ka pas pushtetin e ka pas edhe një farë, po duhet thonë, një farë ndikimin në RTK. Çfarë do forme qoftë ai ndikim. Po pra. Zakonisht ne kam pasur për shembull njerëz që do në zamë ndikimin më të vogël e ka pas LDK-ja dhe AK-ja. Këto dyja kanë qenë kështu plotësisht pajtona, por shkak PDK-ja ka qenë më gjatë pushtetit dhe ka pas një farë. Po edhe atëherë, për shembull që RTK-ja është përdorur shpesh herë për me qenë një farë mediumi që e paraqet në mënyrë të mirë kryeministrin. Qatë kryetarin e partisë, e cila ka pas ndikimin. Zakonisht çështo është përdor. Ai ti fol mirë për mua. Dhe pastaj raportosh kështu. Me vetëvendosje është pak ndryshe. Përveç që kërkohet me fol mirë për mua, kërkohet me shoh tjetër. Që kjo është presioni shtesë. Ti dush me i shoh media tjera. Jo vetëm me livdu vetëvendosje. A kupton? Me livdu në rregull. Tek e fundit, hajt. RTK. As hera parë na shtas e fundit, po me i shoh tjetër. Me i hjek tjerë për shembull. Që këshyret ashti se që kjo që e përmende rastin për Donika Gërvallën në Petin. Çka i bjen ajo që po thotë RTK-ja? S'është rëndësishme që apo bë prokuroria, por çka po thotë Donika. Që kjo që e më rëndësishme. Aty nuk ka luftë me parti tjera, aty është me prokurorinë. Se s'ja kena që unë e te policinë Pesit, ja ka që prokuroria, po. Po. Ja thotë le mos e ngodet ti prokurorinë, që është organ kushtetues i shtetit, po ngodet Donikën që vallë. Dhe Donika e sulmoi brutalisht kryeprokurorin. Po. E speciale zotin Blerë. Përmes mediumit publik. Nëpërmjet RTK-s. Pra, qysh është instrumentalizuar në institucion për me sulmu, me anatemu të tjerë që guxojnë me luftu korrupsionin e kësaj qeverie, me kritiku këtë pushtet. Ja jek shamin, pra me zbulu edhe me nxjerr zhveshëm para publikut, sepse mbulesa që i kanë vendos vetes ndër vite është tu largu ajo, vetë ju, po e largon vetë, se për ndryshe këtë aurën e moralit e ka pas tepër të fuqishme vetëvendosja. Me u pasmununa gjithë me a hjek këtë shamin, nuk ishi mujtë që që ka hjek vetë vetës. Pra, momentalisht, unë mendoj që pushteti është lakuriq, është krejtësisht lakuriq, dhe të gjithë e shohim se si qeveris, apo si nuk qeveris, se nuk është ma qeverisë kjo, se si vjedhin, se si mashtrojnë, se si i kapin institucionet, si i përdorin institucionet, mi kërsnu të tjeret, mi shantazhu të tjeret, mi u bo presion të tjerve. Kjo është ajo frika e madhe se njëherë me RTK, pastaj me policin, ma vonë me u zgjatë kryne pushteti, pastaj shkojnë me gjykatën, me prokurorin dhe kontroli është i të mërshëm pastaj. Edhe do të thonë edhe njerëzit me kuptu që kërcënimi i sotëm shumë lehtë shndrohet në sulm të nesër. Se kërcënimi nuk mbetet kur vetëm si kërcënim. Kërcënimi është faza e parë, pastaj ka veprim apo? Sigurisht. Miq, kaq kishim për sonte, shihemi javën tjetër. Gjithë mira. Faleminderit.